Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më ndiqni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur petullat më të thjeshta, pa maja, pa sodë dhe pa pluhur fryrës. Qëndroni me mua t'i përgatisim bashkë pasi jam e bindur që do bëhen të preferuarat tuaja. Në një enë ndështojmë 2 vezë, 1 lugë çaj krip dhe do t'i përzijmë shumë mirë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj t'i hidhi një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të postuar dhe nuk do humbni asnjë recetë të re. Çdo ditë postohet nga një recetë. Pasi vezët dhe kripën e kemi përzier shumë mirë, do shtojmë 300 ml qumësht. Nuk është nevoja të jetë ngrohtë, pra nga frigoriferi ose në temperaturë ambienti, sido që ta ruani ju. Do vazhdojmë përzierjen e përbërësve që kemi vendosur dhe në këtë moment do shtojmë rreth 300 gram miell. Them rreth 300 gram miell pasi do ta shtojmë pak e nga pak, duke e parë me sy masën, pasi varet se sa përthithës është mielli. Mund t'ju marr pak më shumë, mund t'ju marr pak më pak se sa masa që po përmend. E mira është që ta sitni në këtë mënyrë, pasi kjo masë duhet që të mos ketë kokriza. Unë e kam provuar në të dyja mënyrat, e kam provuar ta shtoj me lugë, e kam provuar dhe me sit. Por me sit është më e lehtë përzierja, ndërsa kur e shtoni me lugë mbeten mjaft kokriza dhe do ju marr më shumë dhe do ju mundoj më shumë në përzierje. Siç e shihni, nuk ka as pak kokriza gjatë përzierjes, gjithsesi unë vazhdoj akoma ta përziej pasi është shumë e rëndësishme kjo pjesë dhe pasi e kemi gati, do t'i skuqim. Siç e shihni, masa duhet të jetë e hollë dhe kremoze. Do t'i skuqim në vaj të bollshëm, duke i vendosur me kujdes dhe në momentin që vaji fillon të valoj, do ta ulim temperaturën dhe do t'i skuqim në temperaturë mesatare, duke shtuar pak vaj me lugë në këtë mënyrë që po shihni në video. Ndoshta nuk do ta besoni, por do shihni që nuk përthithin as pak vaj. Pra, do kenë vaj mjaftueshëm siç skuqen petullat, por jo që ta përthithin vajin. Do shihni që aq vaj sa çdo vendosin në tigan, aq vaj do ketë edhe në fund. Vazhdojmë skuqjen duke i rrotulluar her pas here. Heqim edhe këto pjesët që mbeten nga brumi, pasi gjatë skuqjes do vini re që digjen, ose pjesa tjetër mund t'i marr me vete dhe ka një shije të hidhur, dhe i largojmë me kujdes. Pasi i kemi gati, do t'i vendosim në një pjatë me letër kuzhine poshtë, si ta keni ju më mirë, dhe do vazhdojmë kështu derisa të mbaroj masa. Nëse nuk ju gjendet qumësht, mund t'i përgatisni edhe me ujë të vakët. Bëhen njësoj, por unë i kam përgatitur sot me qumësht në mënyrë që të bëhen më të mira, por edhe me ujë bëhen pa mbukë të buta. Unë i kam provuar të dyja mënyrat dhe ky është rezultati pas skuqjes. Siç e shihni, nuk kanë as pak vaj në sipërfaqe. Domethënë petullat nuk mund t'i skuqim dot me ujë, por jo të lahen me vaj dhe të mos kem mundësi t'i konsumojmë thjesht. Dhe i keni gati. Si ju duket si recetë, mos harroni të lini përshtypjen tuaj në koment dhe mos harroni të më shkruani se nga cili vend më ndiqni. Faleminderit.